largoja vdekin për një qast dhe vështro, përpara ke atë dheun tënd të kaluar në ti. Ti bie si hero për lirin dhe lumëtorin e popullit tënd. Pritjet e kaltërta të Adriatikut, populli shqiptar pret me angth pritjen e mysafirit të lartë italian. Hierarku fashist eci në vendin e vet me një hap të sigurt në tokën e qetësuar shqiptare. Ditë e paharruar sot për Shqipërinë. Po marshojnë në një parakalim madhështor radhitjet e çelikta të ushtrisë që kori lavdi në fushat Abisinis dhe Libis. Ja dhe berselerët, i lupi, ujqërit e duqës, ata nuk ecin, ata nuk frapojnë, ata fluturojnë në bulevard e në male, ata nuk din kthejnë kur prapa, ata sulmojnë vetëm për para dhe triumfojnë në çdo betej. Tre parte të hekurta, ushtri e pafyshme, il duce ha sempre lezione, vedere avvertire combattere. Signori, unë konsideroj duartrokitjet tuaja si shenjë admirimi për ushtrinë gjorgjoze italiane dhe si shenjë dashurie për duqen. Zotëri, mysafiri ynë i lartë sot niset për frontin rus. Ne jemi të sigurt, ekselencë, se ju, gjitha krahinat e qliruara të Rusis, do të vendosni po këta regula që latë këtu. Për dorën tuaj të hekurt, evviva! 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 Unë konsideroj përshëndetjet tuaja si shenjë dashurie për duqen. Për Shqipërinë e lirë. Për
prinë lirë. Hapeni! Kush je? Unë jam shqiptar. Do më ndjekin. Shkoj. Ku vem kështu? Këtu bedas. Shkoj. Në besën tuaj. Shpëtoheni. Se nërpreta hengu. Apor nuk ju pëlqen kjo valle e bukur. Vini shazeve! Dini tyre. Silenzio! Zoti komandant, faleminderit që na urdhërut në këtë fest familjare. Ndasëm njerëzit e zbrazin nga gëzimi, por ma parë duhet të marrë leja nga mekla. Neve kërkojmë një kriminal. Na falni zotëri, po këtu nuk ka asnjëri të huaj përveç dasmorëve. Mos vallë, juve këta dy të rinj i quni kriminal. Zoti komandant, pim për shëndetin e qiftit. Pije. Vatte në vijët. Porca qiore. Andiamo! Shtiroj fytin. Shpejt. Ku jam kështu? Mos e tret.
Shoqëria shqiptarit e Zotit dhe e mikut është. Faleminderit, Gjagjo. Mua më quajnë Demir, jam nga fshati. Erdha këtu në dasën tim. Po ty si të quajnë mua tja? Arben. Ti je komunist. Po, jeni të rinë majtate. Se mos ka shqiptar për kamon. Ndryshëm janë shqiptarët, më djallë, ndryshëm janë. Gjademir, lagën se kam aqë të rëndë, do t'iki. Se po mute, këtu s'ka hafi. Jo, do t'iki, presin shopët. Si dush, atëherë po të përcia vimë. Na Meri, janë të tuat. Si të quaj? Zana. Baj, lecoj shpërndaj. Ne do qenë përsëri. Dam të mirë. Miru pafshi. Good luck to you, sir. Thank you, Captain. Arancidio, tra i giardini in fiore, tanti che si specchiano sul mondo. Che serenità, che felicità, tutta la Sicilia fa incantare. Siciliana bruna, 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 bruna come me, non ce n'è nessuna. Non ce n'è nessuna, credi a me. Negli occhi ardenti, tutto il sole della Costa d'Oro, son così frementi, sono come il fuoco nel mio cuore. Siciliana tu, solamente tu, hai lontano un'anima sincera. C'è chi ven qua giù, ma non batte più, rampi puro il cuore al forestiere. More komunistave u lumt, ata ku luftojnë, pusheni rripim, kafe, bajmë logje dhe... Komunistat janë kalamaj, Gjavitaga. E kalamaj që zakonisht nguten e bëjnë punë të papeshuara. Muhameti ka thënë kështu. Mos u nxito dhe ke për të arritur më parë qëllimin. E kur do të arrijmë qëllimin? Unë shoh fshatarët e mi, ju siguroj se ata janë të gjithë me komunistët. Shqiponi se me sa lakmijeve shtrojnë tokën time e depsizat.
Unë kam besim në popullin shqiptar. Ai do të vi me ne, me ballin kombëtar. Signori, në qytet kopri foko, kafeneja mbyllet. Ciao, Lucia. E shikon, nga shkaku I komunistëve ndodhin gjëra të tilla. Natën e mirë. Avukate Shrefi. Zoti avokate Shrefi? Po? Qurdhron? Më duhet prej jush një certifikat që më nevojitet për gjyq. A, më falni, po nuk merrem me çështje juridike. Një minutë. Unë e di që ju merreni kohët e fundit vetëm me politikë, zoti Shrefi. Mos u shqetësoni, zoti Shrefi. Vi nga generali Wilson. Hyni. Lufta po hyn zoti Shref në një fazë përfundimtare. Aleatët dhe komandetyre nuk mund të qëndrojnë indiferent kundrejt fatit të Shqipërisë. Prandaj ne kërkojmë prej ju, zoti Shref, që të kemi një qeveri miqësore ndaj nesh. Organizata jon balli kombëtar, zoti Perkins, ka që të përmatosura. Po tani për tani neve nuk bëjmë aksione. Kjo është mëse e drejtë. Ne jemi dakord me platformën tuaj të moderuar, veç se shumica e shqiptarëve, si që dini, është me komunistët, zoti Shref. Dhe kjo ne as pak nuk në pëlqen. Me qëra fjala, çfarë bëjnë në qytet komunistët? Tek e fashizmi, 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 tek e Mirë dita. A i ndjen më mirë vete? E si mund që ndëroj smur njeri unë këtë kohë. Shiko si është ndezur zjarri. Për shpejti, kjo flak do shpërthejnë gjithë Shqipërinë. Arben, kakoj që kam dashur të pjesë? Mos më thuaj nëse është sekret. Çfarë duan komunistët? Par sekreti mund këtë këtu. Ne për të flasim hapur dhe më zë të lartë. Komunistët duan që njerëzit t'jenë të lirë dhe të barabartë. Që të mos ketë mbretër dhe bejlerë, që njerëzit të tojnë të lumtur në Shqipëri. Në Shqipëri dhe kudo në botë. Ashtu? Këtë dëshironi ju? Ashtu dua dhe unë? Fashista. Shiko dhe më sarë kur. Arben, unë do t'jem gjithnjë me ju.
qëmrin e ka haze, nuk të lërpat shtine, dora mana mane, nuk të lërpat shtine. Ja Allahu djeksha, o moj me voj gazi, ja Allahu djeksha, o moj me voj gazi, nuk të lërpat shtine, dora mana mane, nuk të lërpat shtine. Se jem bush me marate, se jem bush me marate. Me gjithë se tradhtarët e vendit po përpiqen na përçajnë. Tek e fashizmit, shok. Fronti ynë nacional shërimtar po forcohet ditë a ditë. Ushtria e kuqe po i dërmon hordit e Hitlerit. Fashizmi ka orë të numëruar, shok. Dhe nuk është e lagë dita kur ne do t'jemi të lirë. Mirë po armiku dhe tradhtarët duhet të dridhen. Ta ndjejnë forcën e bashkimit tonë. Prandaj, Komiteti Qendror i Partisë sonë Komuniste ka vendosur që në të njëjtën ditë dhe orë të hidhen erë urat, depot dhe të priten telat e telefonit në të 4 anë të Shqipërisë. E drejtë! Qetësi. Vasilis po këndon më. Mërë signori, shumë pak pare më kini dhanë. Monte mia bajnë ma shtrenjt ato. Tim ka dhanë pak. Mos do të thu se këto mollë janë të Evës që kinjeu Adamin. Mos u kurseni për ushtrinë e Duqës. Po bajnë ma shumë, mos u kurseni, shqipti mallin ushtrisë e Duqës. Mos u kurseni. Vasil, italianët po i grumbullojnë të gjitha frutat. Faleminderit, shpresë. Signor Tenente, urnoni, signor Tenente, molt mira, signor Tenente. Që ke këto mollë shu stronzo? Po, këto janë shumë aromatike, signor Tenente. Questa sì che è aromatica. Oh, che bella signorina. Signor, io lutem, provojni, signor Tenente, janë shumë të mira, Signor Tenente. Moj pëllët e qemrin e ka haze, moj pëllët e qemrin e ka haze. Vasilis, ja ha qeni shkopin, Atere, shok, nesër më ora 10 të mbremjes, fillojmë aksionin. Guxim dhe konspiracion të plot. Arben, kimendin, është eksploziv I fuqishëm. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Arben, nema. Unë për të sjell. Shpia ime është parezik. Po, babaj. Ai nuk t'i ke? Mirë. Mos harro plot në orën 10. Ne do të presim. Në orën 10. Rap me të vagabondi. Të kam thënë 100 mirë mos takosh me te. Arbenin e dua. Qfar? E dua. Dhe! Po këto, qfar I ke? Qfar I ke këto? Mos u afro. Qfar I ke këto po them? Hape derën!
Peterën! Mira, që të ngordësh? Qenë keni ju, mi këtë dashë, fut. Po që ka ndodhur, keni marrë një rejnë të keqë? Zoti Sherif, Allahu po më dënon për mekatet e mia, Zoti Sherif, i me di. Vajza ime e vetme. Tana, që ka ndodhur? Djalli vete ka shtëndor, Zoti Sherif. Ai ish komunist kë me kokë, Zoti Sherif, urdhëro. Ja, urdhëm shikoni. Ja. Ky është eksploziv i tmerrshëm. Çfarë? I tmerrshëm. Sana? Bie ime. Zoti Sherif. Mos u shqetësoni, Zoti Abbas. Neve do ta ndihmojmë vajzën tuaj. Edhe do ta shkëputim shpejt nga thojët e komunistëve. Tani shkoni në shtëpi dhe qetësojeni. Shkoni. Faleminderit. Faleminderit, Zoti Sherif. Faleminderit shumë, Zoti Sherif, faleminderit. Ju me italianët duhet i keni punët mirë. Telefonon, në polici. Arben! Që bëzanë? Që u bënua? Sa është ora? Hape derën! Hape! Hape derën! Petrush, ndëgjom mua, ndëgjom me vëmendje, ndëgjom. Çfarë kërkoni këtu? Atë në vjo, sporkacione! Kjo shpirin! Asperi! Presto! Presto! Arrestojeni! Na, Gazano. Ku e ke pqeur eksplozivin? Ty po të pyes, që bere? Ku është eksplozivi po të tem? Shife, më në fund atë. Partia e komunistëve u bë flamur në luftën për liri. Kushtrimi zjarët fluturoi mbi valët e vetit, mbi krahët e erës. Gjumuan Korça dhe Gjirokastër, u ngritën Herati dhe Elbasani, krisi pushka në Shkodrën e Moçme. U hodh në luftë tërë Shqipëria, për gjakun, për lotët e nënave, për të ardhmen. Shok komandant, njësit i trive të qytetit për turnat e tua.
Mashallah, pashiko. Që kur luftojnë gratë zbashkut me burë? Që shako asë Skënderbeu që ko komandant. Mos valë ne nuk e kemi atë drejt që të desin bashkë me burat për liri? Oti, sa zëgjie? Unë jam Vasili që s'ma ha qeni shkopin. Ta ma më sim dasëm. Provo po deshe të luftosh me italianët. Ti ik në shpi. Nuk iki. Si? Nuk iki. Unë nuk mundë me qupë ka qilimi. Dhe sa zë gjithë ti mundë në italianët. Unë i siguroj që o komandant se ata do të bëhen partizan të mirë. Ti më siguron? O ti vetë, që ti të vesh. Shok! Neve na pret një jetë e vështirë dhe e rrezikshme. Të doptit nuk na duhen. Të pik e gjakut ton i përket femeleut. Tek e fashizmit. Një populli! Ti, do të flasësh apo jo? Përse nuk flet ti? Jam shqiptare. Rritim të jatin këtu. Zotja Bazë, këshilloj një bijën tuaj. I thoni asaj që të tregoj të gjithë të vërtetën, është në interesin e saj. Për ndryshe do ta bëjmë neve që të tregoj të vërtetën. Zana, bi, më falë Zana. Zana, më falë bi. Nuk bëj, grejo. Më falë bi. Shporën këtë plak më tu. Zana, Zana. Zana! O, ma kua qose, gjëre! O, qartë! Zana! Ta shti të bëj unë të flasësh ti. Ku është Arbeni? Ne duam që Shqipëria të jetë e lirë, e lumtur dhe e gëzuar. Po ju të ballit kombëtar, që kërkoni? Edhe ne duam lirinë e Shqipërisë, por ne nuk duam të vritemi dhe të coptohemi me këtë. Ju dini mirë, se dasëm pa miqë s'ka. Neve, zoti komisar, nuk duam të etim këmbëzbathur, mbi gjemba. Po, me qizmet tuaja të bëhen këmbët copë. Po kush a erë? Do t'u acel lirin. Fashistët! Naderisht, dore që s'ka fshohet pufet. Këto janë shpifje. Neve balli kombëtar. Mjaft me dhafe. Sot e ka fjallën kjo. A do të vini të luftoni kundër italianëve apo jo? Po. Mirë atëherë.
Nesër kemi luft. Po vim. Mirë se të vinë. Sa shtorë? Zire nga gjepi se kam duar të zenat. Këte kam kujtim nga komisari parë. E mbaj për kohë të vështira. Shpetoj. Shajnë e mirë. Afrohuni bre shkagji, afrohuni. Signor generale, banditët kanë zënë pozitët forta. Palavra. Ushtarët e mi mund t'i varin ato, duke kënuar. Muzika! Aranceti bei giardini in fior, case che si specchiano sul mare. Che serenità, che felicità, tutta la Sicilia può incantare. Sotto ogni balcone voci di passione cantano alle belle una canzone. Siciliana. Bravi. Bravi. Non ce n'è nessuna, credi a me. A nuk është të mankohen të qëllojmë shokuram. Ti lem të afrohem e në ca. Con così frementi, sono come il fuoco nel mio cuore. Yes! Siciliana bruna come te, non ce n'è nessuna, credi a... Autoblinda! He, Vasilij, që sta haqeni shkopit, apo në I gustit me ca shkep bikofës. Se unon, shoku komandant! Tutto il sole della Concador, sono come il fuoco nel mio cuore. Traftuam! Si? Ata I lejuan fëmijësin të kalojnë për mesurës! Si? Jemi të rrethuar rapo! Ashmet! Zini majen!
nuk marrë ndim do ta kemi keq. E ku ta marrim ndimin tani? Unë të shkojmë fshatë dhe gjithë fshatarët në këmbë. Është vol, do të vrasim. Mos u shqetëson. Amico! Ma dove vai per la Madonna? Che ti posso innamorare ammazzato? Arben, çfarë kanë gjanë? Shok, vëllezër, italianët ka rrethuar partizanët. Ata po vriten. Rrëmbeni armët dhe të shkojmë në ndihmë bijve tuaj. Ne nuk do t'i ndihmojmë komunistët. Ata janë të shitur. Ata duan që ne të digjemi dhe të përvëllojemi. Ne nuk kemi asnjë lidhje me ju. Ballisti fliqur. Ty nuk lidh asgjë me komunistët. Ata janë rrezri tanë. Shparru! Vlezër! Tu vemi në njim partizanëve! Tu vemi! Tu vemi! Në pri, Arben! Pas veje shok! Siciliana bruna, bruna, bruna. Gjitha gazetave urgjentisht. Starni prit e lavdishëm Cezarit dhe Pompejt shkatruan krejtësisht gjithë legionet komuniste në qeveri. Petro! Pishek! Pishekët u maruan. Shpejt akoma. E kur djema! Zoti general.
Посредник! Avanti! Farfara! Urrà! Atjen drejtim tek automobili. Atje duhet jenë kreret. Zjarr! Arben! Arben! Lugnt, vore bir, lugnt. E dini se do të kthehesh. Të kujtohet. Ashyra nuk u thye. Ajo s'u thye, po fashistët u thyen. Pse nuk e shkrehe njëherë? Unë nuk pres urdhra prej teje. Kur të vinë koha, edhe ne do ta zbrazim. Niko! Pa eja këtu. A shef se cilin ke përpara? E shoh rapo. Po ti s'ke sy, o Niko? Shoh me zemër, shoh komandant. Shoh Gjavitagën, tradhtarin e Shqipërisë. Ashtu është. Gjavitaga po qish. Çfarë do t'i thuash? Komunistët e arrestuar. Urdhëron. Shpejt! Shpejt! Gati! Tu! Gati armët për qërë! Hati tyre! Hati
populli shqiptar, hapni dyert, do t'i kushie. Komunist! Shqipëria më në fund është e lirë. Ne kemi ardhur për të sjellë qetësinë. Njerëzit e arsyeshëm do të përkrahen nga ushtria Rajkut dhe gjithë së bashku duhet rivenosim qetësinë e plotë. Rikthejmë të gabuarit në rrugë të drejtë dhe pishparosim banditet komunistë. Shpejt jema, këtej, shpejt! Shpejt! Ne jemi të sigur, zoti Miller, se tani me përkrajen e ushtrisë shlirimtare gjermane, në Shqipërinë e shumë vojtur të vendoset rregulli dhe qetësia. Ne folene mive, mitra thar dhe qiturit zjarë! Terror! Vetëm terror! Në qytet filluan arrestimet. Duhet të dalim me njerë në malë. A je gati? Do me thënë po ikë? Po. U dhe mbarë mi. Kemal. Po ta leja më netë vajzën ti. Më ki kujdes. Mos u bëj me rakë gjabas. Çdo gjë do të kaloj për bukuri. Shkojmë za.
Gjemal, deti ishtë me rrezik, u do ka Gjerman. Më mirë të presim mjergullën. Jo, Gjagjo, jo. Rapo na pret, a e ka shumë nevoj për atë. Zan! Sytë më prejat. A shekë dritë? E shikoj. Ani arroj Gjermane. Qëta bëjmë të shi, komunist? S'kemi si të rikemi. Duhet luftojmë. Hidhu. Jo. Hidhu. Turdroj! Notër. Gjermanet. Mos u bëj me rëk. Ngreu. Bukurie, shiko se mos ka njeri jashtë. Duri. Sil pa kujtë freskët, Bukurie. Kjo shtëpi i partizani zëtë e Oberleitner. Kundër banditëve ka vetëm një mjet. Fire! Këtu bënën Demiri, kryetari Këshill, është i maskara zëtë e Oberleitner. Gut. Fire! Che mirë. Gjavitago! E ka i lia do të një partizani plagosu. Partizani! Ko ke fjerë partizanit? Këtu
S'ka asë njëri. Unë jetoj vetëm e ti me vi. Ta bastisim shtëpin? S'ka nevoj. Ajo do ta tregoj vetë. Do të tregosh apo jo? Ashtu, Atëhere vajzën s'ke për ta parë më kur. Erni! Dil, ata ikë. Ku është bukuria? Ushtria gjermane fashiste, kopur e armatosur gjerë në vend, filloi ofensivën e dimrit kundër ushtrisë nacional-shërimtare. Partizanët u tërhoqën në mare, ushtarët lanë poletë tyre të lashta. Një flako gruzez puloi tokën amtare. Gjermanët, deri sa të kalojnë gjithë refugjat. Vasili do t'i baj. Ai nuk largohet. Shpres. Jepja komisarit. Nuk shkoj, do të rri me ty. Pandenja partizanet vërtet, kurse ti qënë këtë qupk. Shko, Shpres! Shko! Lam të mirë. Ato e shok. Fletë për Vasilit. Është për ty, Shpres. S'monën më. Bao. S'monën. Bao.
Shiko. Shiko shoqe si po qeshin. Zana! Ramis, ti ke zot të bukur. Ti di që partizan marrin forca të reja kur fillojnë. Jepi. Bashkoj o shok me në qeta, malit nalë të shkojmë për pjetë, dhe atje o shok kemi polete, ne shqiponjat partizan, dhe atje o shok kemi polete. Shoku që bën! Shoku që bën! Hedresh, shoku që bën! Kam kapur një konsulant! Konsultant? Jam aleati juaj. Jam koloneli ushtrisë madhërisë ti të Britanisë, Sir Perkins. Dokumentet e mia i kam në këpucë. Demir, nxirri dokumentat e Sir Perkinsit. Demir, zgjidhi duart konsultantit për çështje ushtarako-strategjike, Sir Perkinsit. Qemali, antar i shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacionale çlirimtare. Dhe akoma këndojnë. Hyrë në sul! Trupat alpine! Litari! Ljom të mirë, ljom. Po të ashti, bahu. Pashini që racion nuk kam betë. Si duroni, uri, vojtjet mëdhaja dhe ju vini rotu. Dhe se ku vini s'dijet. Pse nuk dijet? Do të bashkohemi me forcat tona. Do të bashkohemi dhe do të bëhemi armat. E çfarë armate? Mi dëgjoni këshillat më në fund. Për cilin njerëzit për në fshat, punës t'i vijen kurse ju prisni aleatët. Të shpërndash forcat do të thotë t'i dorëzosh armikut. Ju këtë e propozoni si këshilltari komandës aleate, apo si një njeri që nuk e duron do të lodhin? A, zoti antari shtabit, mjaft folut me këtë tonë. Ne jemi vetëm këtu,
A thua juve me kaq eksperiencë të mos e kupton? Për mua në fundi, është njësoj. Unë për juve mendoj tani. Vajti dhe punë juaj. Para jush veprojnë njësitë të rregullta alpine kudo. S'ndodhin mrekulli. Dorëzoni. Ashtu, ju e dini mirë gjuhën tonë. Por ju nuk e njeni mirë shqiptarët serë. Shqiptari kur nuk i lëshon armët. Pra me që ju, s'kini qef të dëgjoni frejtjet dhe mendimet që po them, a heret do të vendos që të veproj si më thot arsyeja ime. Atëhere, ju doni të dorëzojni? Më mirë të jesh një korbi gjallë se shqipon një ngordur. Mirë. Atëhere shkruani këtu se dorëzoni me dëshirën tuaj. E që duhet kjo? Që të mos në akuzojnë në Londër për pabesi. Nënshkruani, zoti Aleat. Juve që ngeni diplomat. Por autorizim s'kam të firmoj këtë dokument. Edhe unë nuk jam i autorizuar të lejoj të dorëzojni pa një dokument të tillë. Rapo! Tjema, qedhoni edhe një herë. Rapo, akoma dëgjon. Rapo, akoma jeton. Rapo, si kështu? Parova, Qemal, sa rrita të luftoj qërë fund. Do të arish, Rapo. Do të arish. Jo, vdekja po mësivet për qarkë. Para vdekjes tiru duhet thot dishka, por unë nuk mundem. Folti për mua, Qemal. Mirë, Rapo. Flasun për ty. Unë, Rapua, isha një fshatar plak dhe i bardhër. E donja të dhe unë. I donja malit, fushat, djelin, zojtë që fluturojnë në qiell. I donja njerëzit e shtëpisë. Fëmijët, ashtu është, ashtu. La shtëpi e Katandi dhe rëmbeva pushkën për të shliruar Shqipërinë nga armiqtë. Luftova sa munda. Luftova me nder kras ju shokët e mi të luftës. Parja që armiqtë më vranë, Vazhdo shpejt, më shpejt. Armiqtë më vranë. Por ata nuk e vranë do të tokën tonë nëmtare. Me mëntime Shqipëri. Ajo do të rojë sa malet. Faleminderit. Faleminderit, Qemal. Kaq. Shpëtoj. E në nëshkrova dokumentin.
Më lejoni të largohem. Largohu! Arben. E di qafën e shqiponjave? E di. Për të marrë kratë gjermanëve duhet kaluar kjo qafë. Mirë. Deri më sot askush nuk e ka kaluar në dimër. Ty të duhet të ka përgjesh brenda një dite dhe një nate. Mirë. Me të marrë kratë gjermanëve, ne do të sulmojmë me njerë, qartë? Qartë. Kush do të vi me mua? Me të fortët. Me të rimat. Me të vendosurit. Unë do vi me ty bashk. Jo. Merë me dhe mua, mbasi nuk dhije çfarë ngjet. Ti je shqiptare zanë. Trimat vdesin vetëm njerë. Nuk mund. Unë ja. Lap të mirë zanë. Kuar qoftë të lukë janë. Që malet dhe atashme. Thonë se në këto malet dikur ka luftuar me turqit një farë Skënderbeu, apo jo? Drejt e di. Janë, a nuk të kujton ky vend Rusin? Eshtë, Walter. Sa herë që e kujtoj, mornica më kaloj në trup. Po shqyqër zotit, rusët janë lartë dhe shqiptarët i kemi në dalë. Nesër u atregojnë qetin.
Bombat e dorës gati. Në sulm, shok! Fare partizan! Aga! Në betejët e ashpra të operacionit të dimrit, ushtria nacionale çlimtare u rrit, u forcua dhe u çelnikos. Qetat u kthyen në batalione. Nga batalionet u formuan brigadat, nga brigada divizione. Partia komuniste, që u ngrit si mur për popullin e vet, e krijoi ushtrin nga populli, mori në duart e saj afatet e atë dheut dhe i lidhi për jetë me ato të vendit sovjetë. Por akoma kanë mbetur hitlerianë në tokën shqiptare. Lufta akoma nuk ka mbaruar.
Gjermane! Përfaqësuesi i komandës forcëve traumatose sovietike Major Andreev. Здравствуйте, товарищи. Raftë Bashkimi Sovjetik! Москва. Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего. Москва. Moska pret fjalën tuaj. Vini re. Vini re.
Ju flet Shqipëri e lirë. Ju flet Shqipëri e lirë. Shikoni, këta dy I kam martuar një herë. Qifti bukur, Kurse mua dhe plake sime po na bijën dhe m'pallet. Inglezët, po sërkoj! My greetings to brave Albanian soldiers. I ngarkuar nga komanda aleate, generali përshëndet ushtarët trima, shqiptar. Me sa më kujtohet, kolonel Perkins nuk ka nevojë për përkthyes. Oho, që ngeni për general. Në luft ka shumë raste që të ngjitesh majave të shërbimit. Zoti antar I shtabit përgjithshëm. Kështu pra. Ja dhe komanda aleate vendosi të vijnë në ndihmë. Në ndihmë. Kur ne kishim vështirë, ju nuk na keni përkrahur, ser. Kurse tash ne do ta shpartallojmë armikun vet. Kështu shoh! Ashtu! Ju na ofroni shpatën tuaj. Por historia e hidhur e popullit ton na ka mësuar se prapa shpatës shihet sundimi. Dhe ne nuk duam sundim të huaj, Ser Perkins. E çfarë doni juve? Ne duam që ushtarët tuaj të kthehen menjëherë në anjet e tyre dhe të largohen nga ujërat territoriale të Shqipërisë. Në rast se bëni dhe një hap më tepër, atëherë unë I autorizuar nga shtabi I përgjithshëm I ushtrisë nacionale çlirimtare, do t'ja purdhër të hapet zjarr. Ky nuk është një qëndrim I drejtë nga ana e juaj. Unë për vete time, ser, do të mendoja më mirë. Mos harroni, ser, se Shqipëria nuk është më vetëm.
Ne tani bëmi 201 milion. Ashtu, mirë pra zoti komisar, ndërsa unë mendoj se përsëri do takojmë. Mendoni, më mirë ti jesh korbi gjallë, se sa një shqiponje ngordhë. Të sanë, nani,